Problematika e kësaj kontrate qëndron në faktin se është duke përdorur procedura prokurimit, pra kjo është duke përdorur procedura e marrëveshjes për shërbime të veçantë, pra angazhimi e ekspertëve, ndërkohë në fakt bëhet fjalë për 20 pozita të rregullta, të cilat duhet të nëse veç se ekziston nevoja për këto pozita, duhet të kontraktohen përmes ligjit për zyrtar publik, pra përmes një rekrutimi të rregullt. Dhe çka konsideroni sipas jush Dragusha që është qëllimi i ministrisë në këtë rast, pra që themi të rehatoj, nëse mund të themi kështu, njerëz të partisë politike që ka fituar zgjedhjet, apo çka është qëllimi, sepse keni përmend që në fakt to janë aq sa bëhet fjalë në tenderin, pra në detajet e tenderit, bëhet fjalë për pozita që, siç po thoni, do duhej të ishin detyra të zyrtarëve publik, pra nuk janë aq punë specifike që do duhej të angazhoheshin ekspert për t'i përmbushur ato detyra. Po, atër nuk muj me paraqiku qëllimin se çfarë ka ministria, megjithatë fakti qëndron se këtu pozita janë pozita të rregullta, të cilat nëse vetë se ekziston nevoja, pra nëse ministria ka nevojë për këto pozita, atër duhet ta përdor procedurën e rekrutimit, procedurën e rregullt. Një problematik tjetër me këtë tender, pra qëndron në faktin se disa nga pozitat parashihet që të raportojnë tek kabineti i ministrit, pra është në një farë forme një ekuivalencë stafit politik, megjithatë ne e dimë se stafi politik mbrohet, pra ka një mandat të caktuar dhe nuk kontraktohet përmes marrëveshjeve për shërbime të veçantë. Pra këto dy janë problematikat kryesore, ndërsa nuk mund të paraqyjoj, si më thon, qëllimin e ministrisë. Dhe çka është në procedura kështu dallimi i rekrutimit të rregullt dhe kësaj forme që është duke bërë ministria? Po, atëherë ligji, në fakt, rregullorja e prokurimit publik parashet që marrëveshjet për shërbime të veçanta mund të kontraktohen vetëm për ato shërbime që nuk mund të kontraktohen përmes procedurës së rekrutimit të rregullt. Pra kur kemi të bëjmë me ndonjë ekspertizë specifike, e cila nuk është një pozitë e cila është e përshkruar në programin e punës, në organogramin e ministrisë apo të ndonjë institucioni tjetër. Pra kur kemi të bëjmë me një detyrë specifike, pra me një detyrë cila shumë specifike, cila nuk gjendet brenda stafit, atëherë mund të përdoret kjo lloj marrëveshje. Por nuk është punë e rregullt. Po, ju si organizatë keni kërkuar që ministria ta bëj komplet anulimin e procedurave të prokurimit për këtë tender. A keni marrë kështu ndonjë sinjal që mund të ndodhë kjo, sa presni që të ndodhë, me qenë se ta zëm për televizionin nuk është se janë përgjigjur ministria për këtë çështje? Atëherë ne dje kemi bërë reagimin, bëhet fjalë për një kontratë relativisht të madhe, pasi është fjala për vlera parashikuar e kontratës është 480 euro, pra afër gjysmë milioni. Ne dje kemi bërë reagimin, në të kaluarën kemi pasur suksese me këtë lloj, për shkak se Demokraci Plus e bën monitorimin e këtyre kontratave në vazhdimsi. Në të kaluarën kemi pasur disa suksese kur institucionet publike kanë reflektuar dhe kanë anuluar këtë lloj procedura, megjithatë ende nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga ministria. Atëherë